Horoskopi 25 qershor 2025, dashi, sot vëmendja juaj është e përqendruar në shtëpi, familje dhe jetën tuaj të brendshme, i dashur dashi. Një hënë e re ndodh sot, duke sjellë energji të freskëta dhe një fillim të ri në sferën tuaj personale dhe emocionale. Mund ta konsideroni si një moment të artë për të rindërlidhur me veten, për të dëgjuar ndjenjat tuaja dhe për të reflektuar se çfarë ka më shumë rëndësi për ju në këtë fazë të jetës. Shtëpia bëhet baza juaj e forcës. Merrni pak kohë për të menduar, a është ajo e organizuar siç e meritoni? A ndjeni mirë në hapësirën ku jetoni? Kjo hënë e re ju nxit të filloni projekte të reja shtëpiake. Të organizoni më mirë jetën tuaj të brendshme dhe ndoshta edhe të vendosni disa qëllime afatgjata që lidhen me stabilitetin dhe mirëqenien tuaj. Zbulime të vogla por të rëndësishme mund të ndodhin sot, ndoshta një ide për të kursyer, një mënyrë e re për të organizuar hapësirën, apo thjesht një bisedë që ndryshon këndvështrimin tuaj. Jeni më fleksibël dhe mendje hapur dhe kjo ju ndihmon të përfitoni maksimalisht nga mundësitë e reja, kreativiteti, shkëlqyeshëm, dashuria, shkëlqyeshëm, karriera, financat, mirë, këshilla e ditës, mos harroni. Shtëpia juaj nuk është vetëm vendi ku jetoni, por reflektimi i shpirtit tuaj. Kujdesuni për të sipër një pjesë të vetes. Ngjyra me fat, e bardha, koha me fat, ora 11 deri 13:00 për vendime të rëndësishme dhe qetësi mendore. Demi. Sot, i dashur Dem, je më i rrjedhshëm dhe i qartë se zakonisht në mënyrën se si shpreh mendimet dhe idetë. Është një ditë e përshtatshme për të folur rreth temave që kërkojnë mirëkuptim dhe komunikim të hapur. Por ajo që e bën këtë ditë edhe më të veçantë është hëna e re që ndodh në sektorin tënd të komunikimit. Kjo hënë e re shënon fillimin e një cikli të ri për ty në sfera si mësimi, të shkruarit, udhëtime të shkurtra, teknologjia dhe lidhjet me të tjerët. Je i mbushur me ide, më shumë kuriozitet dhe dëshirë për të ndarë dije dhe për të mësuar gjëra të reja. Kjo është koha e duhur për të filluar një kurs të ri, për të shkruar një projekt, apo për të përmirësuar mënyrën si lidheni me botën rreth jush. Komunikimet e sotme nuk janë të zakonshme, mund të sjellin ndryshime të mëdha, mundësi të reja, apo edhe fundin e një rruge që nuk të përfaqëson më. Mos e nënvlerëso një bisedë apo një ide që të vjen sot, ajo mund të ndriçojë një drejtim të ri për ty. Ngjyra me fat, e verdha, sjell dritë, ide të qarta dhe komunikim të ndriçuar. Koha me fat, ora 14 deri 15:30, për mendime të kthjellta dhe vendime të mençura. Kreativiteti, mirë, dashuria, mirë, karriera, financat, mirë. Sot është një ditë për të folur, mësuar, ndarë dhe filluar, mos e mbaj mendimin tënd brenda. Dikush mund të ketë nevojë ta dëgjojë pikërisht atë që ti ke për të thënë. Binjakët. Hëna e re e sotme sjell energji të fuqishme për të marrë kontrollin mbi financat personale, i dashur binjak. Kjo është një mundësi për të bërë një fillim të ri në lidhje me paratë, vlerat dhe sigurinë materiale. Gjatë javës në vijim do të ndihesh më i motivuar për të menaxhuar më mirë të ardhurat, shpenzimet dhe pasuritë e tua. Kjo hënë e re ndikon në mënyrën se si e percepton vetvlerësimin dhe si ai ndikon në aftësinë për të kërkuar atë që meriton, qofshin këto para, respekt apo njohje. Ndoshta është koha për të rishikuar zakonet financiare, për të bërë një plan konkret kursimi apo për të ndjekur një ide që mund të gjenerojë të ardhura shtesë. Nëse je në kërkim të një mënyre të re për të fituar, kjo periudhë mund të sjellë mundësi për punë shtesë, projekte të pavarura apo përmirësim të pozicionit aktual. Është gjithashtu një kohë e mirë për të menduar më qartë rreth çfarë të sjellë vërtet siguri, si në aspektin material ashtu edhe emocional. Për më tepër, komunikimi sot rrjedh natyrshëm, je më pak emocionalisht i lidhur me temat që diskuton, çka të ndihmon të flasësh lirshëm dhe të shprehesh qartë, edhe për çështje delikate si financat apo ndjesitë personale. Ngjyra me fat, jeshile e errët, ngjyrë që simbolizon bollëk, stabilitet dhe qartësi në vendime financiare. Koha me fat, ora 10 deri 11:40, për ide të reja rreth të ardhurave ose biseda të rëndësishme financiare. Kreativiteti, shkëlqyeshëm, dashuria, mirë, karriera, financat, mirë.
Sot është dita për të rishikuar dhe rindërtuar bazën tënde materiale dhe emocionale, sepse kur ndihesh i sigurt, mund të arrish gjithçka që dëshiron. Gaforja. Hëna e re e mëngjesit sot ndodh në shenjën tënde, e dashur gafore, duke sjellë një shpërthim energjie dhe një mundësi të artë për fillime të reja personale. Ky është moment i fuqishëm për një rifillim, për të rishkruar rrugën tënde, për të vendosur qëllime të reja dhe për të marrë kontrollin e jetës tënde nga një perspektivë më e vetëdijshme. Mund të ndjesh një rritje të besimit në vetvete, një shtysë të brendshme për të ndryshuar diçka në imazhin tënd, në qëndrimin apo edhe në mënyrën se si dëshiron që të tjerët të shohin. Ky është një moment i mrekullueshëm për një makeover emocional apo fizik, për të filluar një rutinë të re apo për të vendosur prioritetin tek ti vetë. Hëna e re është si një buton reset për shpirtin tënd dhe je në fazën ideale për të vendosur: çfarë dua unë vërtet? Ku po shkoj? Dhe me kë po e ndaj këtë rrugëtim? Sot je veçanërisht elokuent, komunikimi yt është i mprehtë, me humor dhe i mbushur me kuptim. Të tjerët do të vlerësojnë për idetë, për mënyrën si shprehesh dhe për ndjeshmërinë që transmeton. Ngjyra me fat, e bardha, simboli i pastërtisë, fillimeve të reja dhe qartësisë shpirtërore. Koha me fat, ora 08 deri 09:30 për vendime personale, vendosje qëllimesh dhe biseda të rëndësishme, kreativiteti, shkëlqyeshëm, dashuria, mirë, karriera, financat, mirë. Kjo është dita jote për të ndriçuar, mos e humb këtë valë energjie që të sjell hëna e re. Ti je në fillim të një cikli të ri. Dhe gjithçka që ndërtuar nga sot ka potencialin të transformojë. Luani. Është koha për të çliruar veten nga bagazhet që s'të shërbejnë më. Ky është një fillim i ri që nuk duket jashtë, por ndodh brenda shpirtit tënd. Je në fazën perfekte për të pastruar shpirtin nga ndjenjat e rënda, për të mbyllur ciklet të lodhshme emocionale dhe për të lënë pas mëdyshjet, fajet dhe frikërat. Në javët në vijim, do ndjesh një nevojë të natyrshme për reflektim, qetësi dhe rimëkëmbje të brendshme. Nuk është koha për veprime të mëdha publike, por për përgatitje të heshtura që do të japin fryte më vonë. Shpirti yt ka nevojë për pushim, për përqafim të së vërtetës dhe për paqe të brendshme, sot. Mendja jote është veçanërisht krijuese dhe e frymëzuar. Mund të kesh një ide brillante ose të marrësh një mesazh apo kontakt që të vënë në lëvizje. Frymëzimi mund të vijë nga kujtime, ëndra ose ndjesi të thella që lindin papritur. Këshilla e ditës: bëj një pastrim emocional, qoftë duke shkruar ndjenjat e tua, duke falur dikë në mendje, apo duke ndërprerë një zakon që të dëmton. Kaloni disa minuta në heshtje, meditimi, ecja vetëm apo dëgjimi i muzikës së butë mund të të ndihmojë të dëgjosh zërin tënd të brendshëm. Mos u nxit të zbrazësh çdo gjë tani, gjej kohën tënde. Hëna e re të jep leje të tërhiqesh dhe të përgatitesh për kapitullin e ardhshëm. Ngjyra me fat, vjollës, ngjyra e qetësisë shpirtërore dhe rritjes së brendshme. Koha me fat, ora 14 deri 15:30 ideale për të reflektuar, për të marrë me punë krijuese apo për të bërë paqe me të kaluarën. Kreativiteti, shkëlqyeshëm, dashuria, mirë, karriera, financat, mirë. Sot fillon një periudhë e heshtur, por jashtëzakonisht transformuese për shpirtin tënd. Të gjitha ndryshimet më të mëdha ndodhin në heshtje. Dhe ti je gati për rilindjen tënde të ardhshme. Virgjëresha, hëna e re e sotme ndriçon sferën sociale të jetës tënde. E dashur Virgjëresh, duke sjellë energji të freskëta në miqësi, bashkëpunime dhe ëndra të përbashkëta. Kjo është një periudhë ideale për të rihapur ndaj njerëzve dhe për të ndërtuar lidhje të reja apo për të përforcuar ato ekzistuese. Mund të lindin miqësi të reja në javët që vijnë, por gjithashtu, disa lidhje që ke pasur prej kohësh mund të marrin një drejtim të ri, më kuptim plot. Është një kohë e artë për të kuptuar më mirë vendin tënd në shoqëri dhe për të ndjekur pasionet që të sjellin gëzim dhe përmbushje. Mund të ndjesh nevojën për të bashkuar me një kauz, një grup, apo për të qenë pjesë e diçkaje më të madhe se vetja, diçka që të frymëzon dhe të jep ndjenjen e qëllimit. Ndihma që jep dhe mirëkuptimi që ofron do të kthehen në forma të bukura e të papritura. Më vonë gjatë ditës, do jesh i hapur për biseda interesante dhe të thella.
Je në një gjendje ideale për të mësuar diçka të re, veçanërisht në fushat teknike, shkencore ose kreative. Një ide e re që lind sot mund të shërbejë si udhërrëfyes në ditët e ardhshme, ngjyra me fat, blu e hapur, ngjyra e komunikimit dhe frymëzimit kolektiv, koha me fat, ora 16 deri 17:30, ideale për biseda me miq, plane të reja apo reflektime rreth vizionit tënd për të ardhmen. Kreativiteti, shkëlqyeshëm, dashuria, mirë, karriera, financat, mirë, kjo hënë e re të kujton se lumturia shpesh gjendet në lidhjet që krijon. Mos ki frikë të hapesh ndaj të tjerëve, bashkë mund të ndërtoni diçka të bukur. Peshorja, hëna e re e sotme ndriçon sektorin tënd profesional dhe publik, e dashur peshore, duke sjellë mundësi të reja dhe një frym të freskët për karrierën, qëllimet afatgjata dhe reputacionin tënd. Kjo është një kohë kur ndikimi yt në botë mund të rritet ndjeshëm dhe do jesh në qendër të vëmendjes për përpjekjet dhe talentet që ke treguar. Në javët që vijnë, mund të marrësh rol të ri, detyra të reja apo përgjegjësi më të mëdha. Dhe kjo është një mundësi për të rritur dhe për të ndërtuar një imazh më të fuqishëm e profesional. Do ndjesh motivim të madh për të lënë gjurmë në punën tënde, për të vendosur synime të reja dhe për të ndjekur një drejtim më ambicioz. Je në një periudhë kur të tjerët të vëzhgojnë dhe të vlerësojnë, ndaj është koha ideale për të përmirësuar atë që përfaqëson, qoftë përmes një projekti të ri, një prezantimi apo një ndryshimi imazhi në rrjetet sociale ose në jetën reale. Më vonë gjatë ditës, befasi të këndshme dhe ide kreative mund të lindin, veçanërisht nëse je i angazhuar në një projekt që kërkon qartësi mendore dhe vizion afatgjat. Është momenti i duhur për të rifreskuar një projekt të vjetër ose për të përmirësuar diçka që lidhet me biznesin apo karrierën. Ngjyra me fat, e argjend, e lidhur me suksesin, profesionalizmin dhe prestigjin. Koha me fat, ora 10 deri 11:30, e përshtatshme për vendime të rëndësishme dhe plane afatgjata, kreativiteti, mirë, dashuria, mirë, karriera, financat, shkëlqyeshëm. Kjo hënë e re të fton të marrësh drejtimin e jetës tënde profesionale me vendosmëri, duke u fokusuar në rritjen, suksesin dhe vizionin personal për të ardhmen. Koha është tani për të shkëlqyer. Akrepi, sot je në një gjendje mendore të jashtëzakonshme për të përqendruar dhe për të zgjidhur çështje që më parë të janë dukur të ndërlikuara ose të lodhshme. Energjia mendore që ke sot është e thellë, e qëndrueshme dhe e durueshme, një kombinim ideal për të kaluar çdo pengesë që të ka frenuar më herët. Edhe një detaj i vogël që më parë të shpëtonte, sot bie menjëherë në sy dhe ti nuk dorëzohesh derisa ta kuptosh thellësisht. Mund të marrësh një frymëzim emocional nga një bisedë me dikë të afërt ose të ndjesh një lidhje të papritur me një person që ndaj tij sa ke pasur dyshime. Komunikimi është më i sinqert dhe kjo sjell afrim. Mirëkuptim dhe një ndjesi çlirimi, në planin më të gjerë, kjo ditë mund të sjellë vendime lidhur me udhëtime, arsim ose miqësi. Mund të ndjesh një thirrje të fortë për të eksploruar një fushë të re, për të mësuar diçka ndryshe ose për të parë botën me një sy më të hapur. Kjo ndjenjë spontane të udhëheq natyrshëm dhe duhet t'i përgjigjesh, pasioni dhe entuziazmi janë në kulm. Ke dëshirë të mësosh, të zbulosh, të ndash ide dhe të përfshihesh. Nëse ke projekte që kërkojnë bashkëpunim, është një ditë shumë e favorshme për të punuar në çift ose në grup, do të ndihesh më i përfshirë dhe më efektiv. Mos ki frikë të bësh një ndryshim të vogël, mund të ketë një ndikim të madh. Kreativiteti, mirë, dashuria, mirë, karriera, financat, mirë, sot, çdo përpjekje për të ecur përpara është e mbështetur nga F. Shigjetari, hëna e re e sotme vjen si një shtysë e fortë për transformim personal, sidomos në zonat më të ndjeshme e të thella të jetës tënde, marrëdhëniet intime, besimi, mbështetja financiare dhe zakonet e vjetra që ndoshta nuk të shërbejnë më. Është momenti për të parë brenda vetes me guxim dhe për të vendosur që të ecësh përpara më i çliruar, më i fuqizuar dhe më i qartë për atë që dëshiron të arrish. Çështjet financiare dhe obligimet e ndërsjella marrin rëndësi të veçantë. Mund të ndjesh shtysën për të marrë kontrollin mbi borxhet, varësitë apo marrëveshjet që të kanë mbajtur pezull. Nëse ke qenë shumë i varur nga dikush apo diçka,
ose anasjelltas, nëse ke mbajtur distancë nga frika e varësisë, kjo hënë e re të ndihmon të kuptosh ekuilibrin që të nevojitet. Mund të fillosh një fazë të re, më të shëndetshme, në lidhje me dhënien dhe marrjen në marrëdhënie, ngjyra me fat, gri dhe blu, ora me fat 2-3 pasdite, gjatë ditës, sidomos më vonë, mendja jote kërkon një ndryshim ritmi. Do të kesh dëshirë për diçka të re, për një ide të freskët, për një bisedë ndryshe që të hap mendjen. Kjo mund të çojë në një miqësi të papritur, një njohje të re përmes një rruge të zakonshme si puna, rutina apo ndjekja e një qëllimi për mirëqenie fizike. Kjo lidhje mund të ndriçojë diçka që të ka munguar emocionalisht. Kreativiteti, mirë, dashuria, mirë, karriera, financat, shkëlqyeshëm, kjo është një ditë për transformim të thellë dhe vendime të fuqishme që të afrojnë me versionin më të vërtet të vetes tënde. Guxo të çlirohesh nga e vjetra për t'i hapur rrugë të resë. Bricjap, hëna e re e sotme ndriçon sferën e partneritetit dhe marrëdhënieve të ngushta në jetën tënde. Kjo është një ditë me potencial të madh për të vendosur një fillim të ri, jo domosdoshmërisht duke nisur një marrëdhënie nga e para, por ndoshta duke ndëruar qëndrim, qasje apo mënyrën se si ndërvepron me të tjerët. Një perspektivë më e hapur dhe bashkëpunuese mund të sjellë ndryshime pozitive, nëse ka pasur tensione, keqkuptime apo ndjenja të paqarta në një lidhje të rëndësishme, sot ke mundësinë të vendosësh themele të reja. Mund të kuptosh më mirë çfarë do vërtet në një partneritet, qoftë romantik, miqësor apo profesional. Hëna e re të shtyn të lësh pas qëndrime të vjetra dhe të krijosh hapësirë për bashkëpunime më të ndjeshme dhe më të sinqerta. Partneritetet janë çelësi i suksesit për ty tani. Nëse ke një projekt që do ta çosh përpara, bashkimi me dikë tjetër, qoftë një këshilltar, koleg apo mik, mund të ndihmojë të arrish më shumë. Marrëveshjet, negocimet dhe bisedat që kërkojnë diplomaci kanë më shumë gjasa të ecin mbar në ditët që vinë, më vonë gjatë ditës, idetë e tua do të ndriçojnë ambientin përreth teje. Mund të kërkohet mendimi apo këshilla, dhe fjala jote ka peshë. Mund të ndodhin ndryshime të papritura në planet e ditës. Por pikërisht përmes këtyre momenteve të papritura mund të dalin përvoja frymëzuese dhe njohje interesante. Bisedat e sotme mund të jenë frymëzuese dhe të nxisin ide të reja për të ardhmen. Mos u kap fort pas një plani të vetëm, fleksibiliteti dhe spontaniteti do të jenë aleatët e tu më të mirë sot. Kreativiteti, mirë, dashuria, shkëlqyeshëm, karriera, financat, mirë, këshilla për sot. Merr iniciativën për të riparuar ose përforcuar një marrëdhënie të rëndësishme, bëhu i gatshëm të dëgjosh dhe të pranosh perspektiva të ndryshme, lëri vend spontanitetit, disa nga përvojat më të bukura vijnë pa paralajmërim. Ngjyra me fat, e kaltër e lehtë, ora me fat, 4-5. Ujori, hëna e re e sotme të fton të bësh një fillim të ri në jetën tënde të përditshme, duke vendosur një theks të veçantë mbi shëndetin, punën dhe kujdesin ndaj vetes. Është momenti për të riorganizuar, për të përmirësuar zakonet që të shoqërojnë çdo ditë dhe për të marrë nën kontroll rutinat që kanë nevojë për rifreskim. Mos e nënvlerëso fuqinë e një dite të mirë strukturuar, pikërisht aty qëndron çelësi i përmirësimeve të mëdha. Kjo hënë e re ndes një dëshirë të brendshme për disiplinë, por gjithashtu për të krijuar një ambient më të shëndetshëm rreth vetes. Mund të ndjesh nevojën për të ndryshuar mënyrën si ushqehesh, si punon apo si kujdesesh për trupin dhe mendjen. Është një periudhë shumë e favorshme për të nisur një regjim të ri ushqimor, për të vendosur një orar të ri gjumi apo për të futur aktivitetin fizik në rutinën tënde. Në punë, mund të ndjesh më shumë përqendrim dhe përkushtim ndaj detajeve. Mund të marrësh përgjegjësi të reja ose të ndihesh më i motivuar për të vënë rregull në projekte që kanë mbetur pezull. Një ndjenjë e re që po e ke në dorë jetën tënde po fillon të ndërtohet. Në dashuri, kjo ditë sjell harmoni dhe ndjeshmëri të shtuar. Mund të ndjesh një lidhje më të thellë me partnerin përmes bisedave të sinqerta dhe ndarjes së përditshmërisë. Nëse je beqar, një takim i papritur gjatë një rutine të zakonshme mund të ndezë diçka të bukur. Ndërkohë, ndërsa dita avancon, mendja jote ndriçon, idetë vijnë rrjedhshëm, bisedat bëhen frymëzuese dhe mendimet marrin një kthes krijuese.
Mund të ndjesh një lloj lidhjeje intuitive me njerëzit rreth teje, sikur fjalët nuk janë gjithçka, por kuptimi qëndron edhe në heshtje, kreativiteti, shkëlqyeshëm, dashuria, shkëlqyeshëm, ngjyra me fat, jeshile, mente, ora me fat. 10 deri 11 paradite, sot fillon një kapitull i ri që të fton të jetosh me më shumë vetdije, më shumë qartësi dhe më shumë kujdes për veten. Peshqit, hëna e re e sotme ndes dritën mbi dashurinë, krijimtarinë dhe gëzimin personal. Kjo është një ftesë për të rifilluar me një zemër të hapur, një fillim i ri që mund të sjellë ndjesi entuziazmi, por edhe emocione të thella. Është koha për të shkundur rutinën, për të rizbuluar anën tënde lozonjare dhe për të bërë vend për më shumë ndjenja, art dhe pasion në jetën tënde. Mund të ndjesh një dëshirë të fortë për të shprehur veten në mënyrë autentike, qoftë përmes një projekti artistik, një romance të re, apo thjesht përmes të qenit më i pranishëm dhe i gjallë në jetën tënde. Kjo hënë e re të shtyn të kujtohesh se lumturia ndonjëherë qëndron në thjeshtësinë e një momenti të ndarë me të dashurit. Në një ide të çmendur, apo në një akt të vogël krijues, në dashuri, ndjenjat ngjiten në sipërfaqe me lehtësi. Nëse ka pasur pasiguri apo hezitim, tani është koha për t'u shprehur. Marrëdhëniet romantike mund të marrin një drejtim të ri, më spontan, më i sinqert, më i ndriçuar nga ajo çka vërtet dëshiron. Më vonë gjatë ditës, komunikimi dhe ndarja e ideve merr vlerë të veçantë. Bisedat bëhen më kuptimplota, njerëzit rreth teje duken më të hapur dhe më të ndjeshëm ndaj mënyrës si e sheh botën. Mund të gjesh frymëzim nga një bisedë e papritur apo nga një shënim i vogël në një libër të harruar. Ky është një moment për të çliruar veten nga kufijtë e zakonshëm dhe për të ndjekur emocionin. Iden apo rrugën që të bën të ndihesh gjallë, kreativiteti, mirë, dashuria, mirë, karriera, financat, mirë, ngjyra me fat, e kuqe rubin, ora me fat, 4-5 pasdite, hëna e re të fton të ndjekësh zemrën. Zgjohu me ëndrat që të mbushin dhe krijo momente që lën gjurmë.